është një ditë e rëndësishme për kombin shqiptar. Është 620 vjetori i ditës lindjes herojit ton kombëtar Skënderbeut. Figura madhore e kombit ton, një figurë para së cilës ne përkulemi me respekt dhe me mirënjohje, dhe ajo çka na ngelet është që brezat tanë të rinj të edukohen me frymën e krenarisë dhe me gjithçka na la heroi jon kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ne sot ndihemi mirë këtu në Prishtinë, në Tiranë dhe kudo ku ka shqiptar, pikërisht fal figurave të tilla, por sidomos fal figurës së Skënderbeut, i cili ishte një mburoj jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Evropën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos edhe në ditët e sotme që po kalojmë të gjithë ne së bashku.